إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله عز وجل أتى لفظرويم أتي من njohës, ati I kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe ati I mbështetemi. Tek ai kërkojmë strehin dhe mbrojtje të na ruaj nga çdo e keqe, nga punët tona të këqija dhe nga çdo gjë që bëhet shkak për të na larguar prej rrugës së tij. Padyshim që Allah subhanahu wa taala është I vetmi Zot që meriton adhurimin, nuk ka Zot tjetër të adhuruar me merit veç Tij. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari, profeti I Tij, lajmëtari që ai dërgoi ndër njerëz, me udhëzim të qartë, me fe të drejtë, për ta bërë atë udhërfyes për të gjithë ata që kërkojnë të mirën dhe lumturinë në dynja dhe në ahiret. Profeti sallallahu alaihi wasallam kujdesej vazhdimisht për besimtarët, për vëllezërit e tij. Dhe në fakt kështu duhet të jetë çdo musliman me ata që e rrethojnë, prej miqve, vëllezërve dhe njerëzve në përgjithësi. I udhëzon ata përmes këshillave të mira, udhëzimeve të dobishme dhe bëhet shkak që t'i rikthejë ata në mendimin e drejtë për jetën në këtë dynja. T'i bëjë ata ta konceptojnë drejt qëllimin e jetës, pse janë në jetën e kësaj dynjaje. Dhe në fakt kjo është e domosdoshme për një njeri nëse do lumturinë e vetes së tij. Pra ta kuptoj qëllimin e jetës o vëllezërit e mi. Sot do të ndalemi pak tek një këshill ose një porosi që I jep profeti sallallahu alaihi wasallam njërit prej sahabëve, të meditojmë dhe të mendojmë se në çfarë këshillon ai dhe në çfarë udhëzon, me shpresë që të jetë ndihmë edhe për ne në udhëtimin tonë drejt Allahut subhanahu wa taala. Kemi të bëjmë pra me hadithin e Shaddad ibn Aus, të cilit profeti sallallahu alaihi wasallam I drejtohet dhe I thot: Ja Shaddad ibn Aus, o Shaddad I biri Ausit, kur ti shohësh njerëzit duke grumbulluar flori dhe argjend, ti përkushtohu të grumbullosh këto fjalë që do të them. Edhe një herë, kur të shohësh që njerëzit nxitojnë dhe përpiqen të grumbullojnë flori dhe argjend, dhe në fakt gjithë njerëzia kështu janë, përveç atyre që ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Atëherë thot ti nxito që të grumbullosh diçka tjetër. Dhe I numëroi profeti sallallahu alaihi wasallam disa fjalë, disa lutje që ti thot Shaddad ibn Aus. Dhe në fakt na drejtohet I gjithë neve. Çfarë udhëzon profeti sallallahu alaihi wasallam? Çfarë është më mirë se gjithë floriri I dynjas dhe argjendi I dynjas? Gjithë pasuritë e kësaj dynjaje. Çfarë është më mirë se ato? Që profeti sallallahu alaihi wasallam I thot, ti grumbulloj këto. Leri ata të grumbullojnë floririn dhe argjendin. Mos u jep pas tyre. Dhe I numëroi këto lutje profeti sallallahu alaihi wasallam. Thuaj këto fjalë: Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحان الله. Brenda këtyre fjalëve, eluts Allahun subhanahu wa taala të na udhëzojë përmes tyre, dëgjoni me kujdes kuptimin e tyre. Përfshihet brenda këtyre fjalëve një qartësim I plot I qëllimit pse jeton në jetën e kësaj dynjaje. Edhe cilat do të jenë synimet e tua si rob I Zotit, krijesa e Allahut subhanahu wa taala. O Allah, të kërkoj qëndrueshmëri të plot në çështjet e rëndësishme të mia, të fesë, të besimit. Vendosmëri në udhëzimin e drejtë. Të kërkoj të më bësh
falëndërues dhe mirënjohës për mirësitë tua, dhe adhurues të mirë dhe të përkushtuar ndaj teje. Të kërkoj zemër të shëndetshme dhe një gjuhë që flet vetëm të vërtetën. Të kërkoj prej së mirës që ti e di, dhe kërkoj mbrojtje tek ti, o Zot, prej të keqes që ti e di. Dhe të kërkoj faljen tënde për atë që ti e di. Ti, padyshim, je njohusi i gjithë dituri i të fshehtave. Këto ishin fjalët e lutjes. E lutë Allahun të na i mësoj. Dhe të na bëj që a ka mundësi që çdo ditë, sa herë që gdhihesh dhe ngrysesh, ti lexosh dhe të meditosh në to. Të gjithë bashkë ta bëjmë këtë punë inshallah. E lutë Allahun na ndihmoj ta mësojmë. Së pari, o vëllezërit e mi, ky hadith tregon kujdesin e madh të profetit sallallahu alaihi wasallam për sahabët dhe ummetin e tij. Ai edukonte që zemrat e tyre të lidhin me çështjet e rëndësishme. Pra më të rëndësishme çështje dhe më të dobishmet për fenë e tyre, duke mos u mashtruar nga stolitë e kësaj dynjaje. Dhe në fakt kjo dynja është provë. Allahu xhaleshanu ka bërë të tillë. Dhe në fakt nëse nuk janë këto këshilla, njeriu zhytet dhe harohet në të. E haron qëllimin pse ekziston në këtë dynja. Ky hadith është një thesar me vete, thon dietarët. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i tha Shaddad ibn Aus të grumbullojë pasuri, por në fakt i mësoi disa fjalë dhe besime që në fakt çfarë kërkojnë, nuk është se kërkojnë gjë, është fjalë që thuhet dhe që e beson me zemër. Dhe përpiqesh pastaj që ta vesh në jetë, të jetosh sipas tyre. Njerëzit mbledhin atë që u sjell dobi në këtë dynja. Floririn dhe argjendin. Ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam ato më dy kryesorët, pra, flori dhe argjend që janë pasuritë bazike në jetën e kësaj dynjaje. Ndërsa thesari i vërtetë i besimtarit nuk është ai që ruhet në arka dhe depozita, por ruhet në zemër dhe mënyrën se si ai ka ndërtuar jetën e tij me Allahun subhanahu wa taala. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam e udhëzoi të mblidhte atë që sjell lumturinë në këtë dynja përpara ahiretit. Pastaj çdo pjesë e kësaj duaje do të qëndrojmë në të vëllezërit e mi dhe të meditojmë. Vallahi nëse njeriu qartësohet për këto çështje që përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam, do ndryshojë mënyra se shikon jetën me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Së pari, tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni as'aluka ath-thabata fi al-amr. O Zot, unë të kërkoj qëndrueshmëri, ath-thabat, vazhdimsi, al-istiqame, përqendrim, mos luhatje. Pra të qanurit i vazhdueshëm në çështjen që je i përkushtuar. Ne kemi dëshmuar la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Përse e kemi bërë këtë fjalë? Pse kemi thënë këtë dëshmi? I kemi hyrë rrugës për ku? Për në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Dëshmuam që Allahu është Zoti ynë, profeti sallallahu alaihi wasallam është profeti që e ndjekim dhe Kurani është libri që e besojmë dhe jetojmë sipas tij. Atëherë kjo kërkon të jesh i qëndrueshëm dhe sinqert dhe burr në zbatimin e saj. Të mos lëkundesh djathtas dhe majtas. Nuk ka mirësi më të madhe vëllezërit e mi se sa të qëndrosh i pa lëkundur në të vërtetën. Nuk është e rëndësishme vetëm ta njohësh Islamin, por të jetosh me të deri në frymën e fundit. Ja kjo kërkohet me këtë fjalë. Ath-thabata 'ala al-amr. Qëndrueshmërinë në këtë fe dhe në këtë çështje që jam nisur o Zot. Zemra ndryshojnë, sprovat vijnë, epshet e tërheqin nga të gjitha anët njeriu. Edhe shejtani nuk lodhet në devijimin e tij. Prandaj besimtari nuk mbështetet tek forca e tij, por i lutet Allahut ta mbajë të palëkundur. Sa herë që hap syt në mëngjes dhe i mbyll në darkë, njeriu do ta kujtojë këtë fakt dhe thotë: O Zot, inni as'aluka ath-thabat 'ala al-amr. O Zot, më bëj të qëndrueshëm në këtë fe. Të mos ndryshoj dhe mos largohem kurrë prej saj. Për të arritur të qëndrueshmëria o vëllezërit e mi, nuk është vetëm fjalë dhe lutje që thuhet, por edhe përkushtim. Duhet kapim fort pas shkaqeve që e forcojnë zemrën dhe bëjnë të vazhdueshme në rrugën që ke nisur. Ti jemi të rregullt në namaz, shoqërohu me njerëz të mirë, lexo dhe mediton Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala dhe fjalën e profetit, pra në shpalljen përgjithësi. Të kërkojmë dijen e dobishme, të domosdoshme, të njohim fenë e Allahut, atë që na bën dobi në afron tek Zoti subhanahu wa taala, që na ndihmon në udhëtimin ton drejt Allahut subhanahu wa taala, dhe ta përmendim shpesh Allahun, dhikr të vazhdueshëm. Kjo e bën zemrën të aftë për të vazhduar udhëtimin. Ose në të kundërt do meket. S'ka më fuqi. Do qëndroj, do largohet.
Po ashtu duhet të largohemi nga gjunafe dhe shkaqjet e devijimit, duke u lutur vazhdimisht Allahun subhanahu wa taala të na forcojë zemrën në fenë e tij. Ai që mbështetet tek Allahu dhe i merr këto shkaqje që tham, ai padyshim ka shpresë më të madhe se do jetojë me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ashtu do të vdes. Me lejen e Zotit subhanahu wa taala. Së dyti, pjesa e dytë e duas. Wal azimata ala ar-rushd. Të kërkoj të jem vendosmëri në rrugën e drejtë dhe në punën e hajrit. Shumë njerëz e dinë të vërtetën, por nuk kanë azime, nuk kanë ambicie dhe vullnet për të punuar me të. Njeriu e di që ky është urdhër dhe nuk gjen forcën për ta bërë. E di që kjo është haram dhe nuk e ka forcën për t'u larguar prej saj. Prandaj njeriu ka nevojë, përveç dijes, ka nevojë edhe për çfarë? Ambicie dhe sukses të dhënë nga Zoti subhanahu wa taala. Me fjalë të tjera i kërkon Zotit: "O Allah, më jep forcë që atë dije të dobishme që e mora ta vë në punë, të gjej forcë për ta zbatuar atë." Dhe në fakt kjo është sukses që jepet nga Zoti, por kërkohet me sinqeritet nga robi. Prandaj, kjo lutje vazhdimisht duhet të të shoqëroj. O Zot, unë kërkoj el azimete ala rushd. Pra, vendosmërinë, vullnet, ambicet mjaftueshme që unë të punoj në punën e hajrit. Për ta fituar të vendosmëri, vëllezërit e mi, besimtari duhet ta pastrojë jetën vetëm për Allahun. Të mësojë të vërtetën dhe ta zbatojë pa vonesë. Të shoqërohet me njerëz të mirë dhe ushtrojë durim përballë çdo lloji pengese në rrugën e tij. Vendosmëria nuk lind me një herë, por forcohet me bindje të vazhdueshme, me adhurime të vazhdueshme. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka bërë Islamin dhe ka përcaktuar disa adhurime. Nëse i bën ato, në krye të cilave është namazi. Pra nëse i bën vazhdimisht dhikrin, leximin e Kuranit, e ushqen veten, elhamdulillah, do të kesh vullnet që të vazhdosh hajrin. Pjesa tjetër e duas: "Wa as'aluka shukra ni'matik." Të kërkoj o Zot të jem falëndërues për mirësitë tua. Pra, të uzon profeti sallallahu alaihi wasallam që të jesh mirënjohës. Mirënjohja është gjysma e fesë. Dietarët thonë, feja është durim dhe mirënjohje. Gjysma është mirënjohje ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Ai që është mirënjohës për mirësitë që ka dhënë Allahu xhaleshanu, Allahu jo vetëm që subhanahu wa taala nuk ja heq ato të mira, por ka për t'ia dhënë dhe shtuar ato. Shumë njerëz nuk i shohin mirësitë vetëm kur i humbin ato. Besimtari kërkon të njohë ato para se t'i humbas. Nuk është mirënjohja vetëm thuash elhamdulillah, o Zot shqyr. Kjo është një pjesë, padyshim, të thanurit me gojë dhe shprehja e saj. Por ta përdorësh çdo mirësi që ka dhënë Allahu në bindjen e Allahut. Për ta jetësuar të falënderim, besimtari do të meditojë vazhdimisht o vëllezërit e mirë mirësitë që i ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Dhe janë të shumta. Në krye të mirësive është Islami, udhëzimi në rrugën e drejtë. Të kapësh Zoti gjoksin, zemrën, ta kuptosh fen, të kuptosh që ka një jetë tjetër llogari para Zotit subhanahu wa taala dhe ta besosh atë. Ka xhenet dhe xhehenem dhe po përgatitesh për të. Që Allahu të ruaj dhe të jap shpërblimin e xhenetit. Pra, ndër mirësitë më të mëdha janë mirësia e Islamit, udhëzimit, imanit dhe Kuranit që të ka dhënë. Ruaje këtë mirësi. Duke i kultivuar dhe i ruajtur ato me vepra të mira. Pas tyre vijnë mirësitë e shëndetit, sigurisë në vendin ku jeton, paqes, familjes që të rrethon, fëmijëve, dijes, kohës, furnizimit dhe çdo begati tjetër që të gëzon. Pra ka dhënë Zoti kohë dhe jetë. Shfrytëzoje këtë hajër. Mirënjohja për këto është që ti shfrytëzosh në rrugën e hajrit. Pra besimtari pranon këto mirësi me zemër, i përmend me gjuhë dhe i përdor në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çdo mirësi që shfrytëzohet në adhurim e shton bereqetin e saj. Prandaj shfrytëzoje kohën që të adhurosh Zotin, të arrish kënaqësinë e tij, të marrësh furnizim për jetën tjetër, se do ikësh, do largohesh, me vete do marrësh vetëm punë të mira, fjalë, vepra apo besime që ke pasur në dynja. Këto do të jenë furnizuesit dhe bashkëpunëtarët e tu. Prandaj le ta pyes njeriu veten çdo ditë. Pra ta lut Allahun Zot, më bëj që të jem mirënjohës ndaj teje. Gjithë mirësi që më ke dhënë, të cilat ti mediton vazhdimisht, më shto o Zot të mira. Mos më privo prej tyre. Pra gjithsa mirësi shikon njeriu në veten e tij. Duaja tjetër në këtë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam, wa husna ibadatik. Dhe adhurim të bukur ndaj teje. Pra më bëj që të adhuroj ashtu si ti je i kënaqur o Zot. Me adhurimin më të bukur që ti meriton. Nuk mjaftohet vetëm thosh që ta adhurosh, por ta adhurosh Allahun në mënyrë më të mirë. Një namaz me përulësi është më i vlefshëm se shumë namaze të falura pa përulësi. Një dhikr dhe përmendje Allahut subhanahu wa taala me përqendrim
është më i vlefshëm se të rrith një kohë të gjatë vetëm të flasësh dhe të flasësh mos kuptosh asgjë. Prandaj, prezjuarësisë së besimtarit dhe besimtares është që të adhurojë Allahun subhanuhu teala me adhurim të mirë. Ato adhurime të pakta që mund t'i bësh, ndoshta mund falësh farzet e namazit, vetëm farzet. Po ato i fal me përkushtim dhe Allahu subhanuhu teala. Ato dhikër që e bën mëngjes o dhikrin e namazit ose ato pak dhikre që i bën me përkushtim dhe ndoshta me këto pak përkushtime por të sinqerta, me përkushtim të madh, mund ta arrijë. Kjo është husnul ibade. Pra adhurimi i mirë dhe me përkushtimi Allahut xhaleshan. Dhe në fakt ti nuk je zoti ta bësh të, se nëse do të përpiqemi, nuk adhurojmë Allahun ashtu si meriton ai. Por t'ja lutim Allahut subhanuhu teala që o Zot, më ndihmo që të bëj adhurimin më të mirë. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e porositi dhe nga dashuria e madhe që kishte për Muadh ibn Jabal, e donte shumë fort Muadhin. Madje tha o Muadh, unë të dua për hir të Allahut. Mos lër thot pas çdo namazi pa thënë Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadatik. Pra o Zot më ndihmo. Për çfarë? Që të përmend ty, të të falenderoj ty dhe të adhuroj në mënyrë më të bukur. Profeti porosit që të adhurojmë Allahun në mënyrë më të bukur. Se në fakt, përse na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala? Ka krijuar për çfarë? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e krijuar xhinë dhe njerëzit vetëm për çfarë? Që të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Kështu qëllimi i jetës tonë është të adhurojmë Zotin. Kush e bën këtë në formën më të bukur, ja ka qelluar, e ka shfrytzuar jetën për atë që duhet. Ja ka qelluar në shenjë me jetën që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, në lutje thuhet: "Wa as'aluka qalban saliman." Të kërkoj o Zot një zemër të shëndetshme. Zemra është mbreti i trupit. Nëse ajo është e shëndetshme, ashtu janë dhe veprat. Zemra e shëndosh është ajo që është e pastër nga shirku, dyftyrësia, smira, urrëtie, mendjemësia, dashuria e tepruar për dynjan, dhënia pas epsheve, shfrenimi, kotësitë dhe humbja e kohës. Është zemra me të cilën njeriu, pra zemra e shëndetshme, është zemra me të cilën njeriu shpreson të dalë para Allahut subhanahu wa taala. Për ta ruajtur zemrën të shëndetshme, besimtari duhet ta ushqejë me Kur'an, me dhikr, me meditim në emrat e Allahut subhanahu wa taala, në qëllimin e jetës, në vijshmërinë e kësaj jete dhe jetës pas kalimit, pra jetën e përjetshme në ahiret, pra të meditojë në këtë çështje. Po ai ashtu duhet luftoj që ta mbajë të shëndetshme zemrën e vet, zilin, urrëtien, mendjemësinë dhe çdo sëmundje të zemrës, të kujdeset robi për zemrën e tij. Allahu i lartësuar thot: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Ajo ditë, pra ditën e Kiametit, nuk vlen as pasuria, floriri dhe argjendi që tha profeti alayhis salam në fillim të kësaj lutjeje, nuk vlen ato. As fëmijët, as pasuria nuk të vlen, përveç atij që del para Allahut me zemër të shëndetshme. Pra një zemër që e ka ndërtuar me adhurim për Allahun subhanahu wa taala, me dashuri për të, ke jetuar në dynja duke u kënaqur me halallin e Zotit, me mirësitë e tij, por ama e përgatitur për ahiretin dhe ky është qëllimi jot. Çdo musliman këtë ka qëllim në jetën e tij. Nuk është i lidhur pa kësaj dynjaje. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam qëndron këtë dynja sikur të jesh një kalimtar, udhëtar thot, i cili ulet siç tha profeti alaihi salam, ulet në hijen e një pemë dhe pastaj ngrihet dhe e lë atë. Kështu janë njerëzit. Nuk e di se sa do të lë Zoti në dynja. Ti mendon se e ke jetën përpara, por ti nuk e di se kur do të vi stacioni jot. Prandaj, nëse e ke zemrën dhe kujdesesh për të, pra një zemër të shëndetshme, elhamdulillah, mos ki merak se kur do largohesh nga dynjaja. Sepse tashmë, domethënë, bagazhet e tua i ke gati. Si thon, torbën e punëve të mira e ke gjithmonë gati për të ikur tek Allahu subhanahu wa taala. Ja kështu do të jetë njeriu i vazhdueshëm në kujdesin për veten e tij. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam uzon dhe thot: "O lisanan sadiqa", dhe një gjuhë që flet të vërtetën. Subhanallah, ka përmendur nga çështjet madhore në këtë hadith, ndër më madhore është të folurit e të vërtetës dhe mos gënjeshtër. Mund të bëj zina muslimani, po mund të bëj zina. Mund të vjedh muslimani, mund të vjedh. A gënjen muslimani? Jo, nuk gënjen muslimani. Shumë çështje e frikshme. Gjua është përkthyesja e zemrës. Ajo mund të ngrej njeriu në shkallët më të larta dhe mund ta fundos në rrëpirat më të thella të xhehenemit. Siç vijnë fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Flet njeriu një fjalë që nuk i kushton rëndësi, por që është me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu kënaqet për ti dhe nuk zemërohet më.
shkruan kënaqësinë e tij. Është i kënaqur, nuk zemërohet në Zotin prej tij. Për këtë fjalë të mirë që tha, që mbashte robi nuk i kushton rëndësi. Dhe e kundërta, do thotë një fjalë të keqe që nuk i kushton rëndësi dhe do të futet në zjarr të xhehenemit. Domthonë 70 vjeshta brenda thellë në xhehenem. Pra vëllezërit e mi, gjuha nuk është kaq e thjeshtë. Për të arritur gjuhën e sinqertë, besimtari duhet të mendojë shumë para se të flasë. Ose më mirë të heshtë. Ai e stërvit gjuhën që të përmend Allahun subhanahu wa taala me dhikr, leximin e Kuranit, mendo vetëm me gjuhën tënde, nëse thua domethënë 100 herë subhanallahu bihamdi, subhanallahi alazim, këto janë më të rënda në peshore se shumë punë të tjera. Edhe ditën e gjykimit, çështja është tek peshorja e veprave. Ja me fjalët e gjuhës tënde. Nëse mbush jetën të paktën duke punuar, bëj dhikr Allahu subhanahu wa taala. Çfarë të pengon? Pra gjuha është e rëndësishme në arritjen e sevapeve, por edhe Zot na ruaj në gjunafet. Abdullah ibn Mas'ud tregon se profeti ka thënë: vërtet, as-sidqu, pra të qenurit i vërtet, jo gënjeshtar, të udhëheq drejt bamirësisë, el-birr. Ndërsa bamirësia të udhëheq drejt xhenetit. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam pra. Njeriu vazhdon të jetë i sinqert, i vërtet në fjalë derisa të shkruhet tek Allahu Siddiq. I sinqert, i vërtet. Ndërsa gënjeshtra të çon drejt shturjes dhe gjunafit. Dhe gjunafet dhe shturja të çon në zjarr. Dhe njeriu vazhdon të gënjejë dhe të gënjejë derisa të shkruhet tek Zoti i gënjeshtar. Zot na ruaj nëse njeriu kalon e merr të status tek Allahu subhanahu wa taala. Në vijim, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka min khayri ma ta'lam. Të kërkoj o Zot për mirësisë që ti e di. Njeriu është i kufizuar në dijen e tij. Njeriu mund të lutet për shumë gjëra, për të mirat e kësaj dynjaje, madje mund të lutet shpeshherë edhe për pasuri të shumtë, se njeriu kërkon bollakun dhe kërkon mirësinë, po ti nuk e di kush është hajër për ty. Prandaj kjo lutje është udhëzim shumë i urtë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Njeriu mund të kërkojë gjëra, por mund të jenë në dëm të tij. Madje mund të zemërohet, jo të zemërohet se besimtari nuk zemërohet me Zotin dhe nuk rebelohet me të. Po mbase mund ndjej pak kënaqësi, pse nuk po ma jep Zoti dhe ndihet si i privuar. Por vallahi Allahu subhanahu wa taala është më i miri që kujdeset për ty. Dhe me këtë dua të uzon profeti sallallahu alaihi wasallam se si të lutesh. Pra, shpesh kërkon njeriu atë që mendon se është e mirë, ndërsa në të është shkatërimi i tij. Prandaj e mira është ja dorëzosh zgjedhjen Allahut subhanahu wa taala. Kjo na mëson të mos e kufizojmë lutjet tona vetëm ato që dimë ose dëshirojmë ne. Por t'ia lëmë zgjedhjen Allahut subhanahu wa taala, i cili e di se çfarë është më e mira në këtë botë dhe në të tjetrën. Besimtari bën shkaqjet e nevojshme, por zemrën e lidh me Allahun subhanahu wa taala. Pra o Zot, më jep nga mirësitë që ti e di. Çfarë mund të jetë mirë për ty? Mund të jetë mirë për ty pasuria, mund të jetë mirë për ty shëndeti dhe shumë mirësi që jep Zoti. Allahu e di. Pra kur ja kërkon Allahu subhanahu wa taala, i kërkon që të ta jap atë që është e mira për ty dhe të të bëj ty të kënaqur me të. Dhe nga krahu tjetër, dhe kërkojmë mbrojtje për të keqes që ti e di. Sa të këqija na ka larguar Allahu subhanahu wa taala, pa e kuptuar fare. Ka sprova, devijime, gjunafe, fatkeqësi që ne nuk i dimë se ekzistojnë, por në fakt Zoti na ruan dhe mbron prej tyre, edhe pse jemi të pavëmendshëm, gafil ndaj tyre. Prandaj kjo lutje është një strehim i plot tek Allahu subhanahu wa taala nga çdo e keqe. E njohur apo e pa njohur për ne. Kjo lutje mëson të mos ndihemi kurrë të sigurt nga sprova dhe devijimet. Por ta kërkojmë vazhdimisht mbrojtjen tek Allahu subhanahu wa taala. Besimtari largohet nga shkaqet që e çojnë drejt të keqes, e bën punën e vet dhe pjesën e tij, por prap nga padituria e tij, çfarë thot? O Zot, kërkoj të më ruash nga sherrri që ti e di, edhe unë nuk e di. Pra që të shmang Zoti nga çdo e keqe që të kanë ose ty, familjes tënde, fëmijëve të tu, pasurisë tënde, gjithçka që ti druhesh. Dhe kjo është, nëse e bën vazhdimisht, elhamdulillah, nuk të zgjinjen Allahu subhanahu wa taala. Kur nuk të zgjinjen Zoti xheleshan. Kaq për të pjesë të parë të hutbes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vion lutja që na mëson profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith dhe thot wa astaghfiruka lima ta'lam. Dhe kërkoj faljen tënde o Zot për atë që ti e di.
ne kujtojmë disa gjunafe që kemi bërë dhe harrojmë shumë të tjera. Ka gabime që i kemi bërë pa u ditur peshën. Mangësi që nuk i shohim si të meta, por që vetëm Allahu subhanahu wa taala e di se sa të rënda janë. Kjo pjesë e duas na mëson për ulësinë, të mos mbështetemi te kujtesa jon, por tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala dhe kujdesi i tij. Kjo na nxit që të bëjmë istighfarin pjesë pandashme të jetës tonë. Ka shumë gjunafe që robi i harron se i ka bërë, por në fakt ato janë çështje të hapura tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, një lutje e tillë tregon për ulësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe kujdesin që o Zot largoj dhe fshij të gjitha gjunafet. Pse kujdesi për fshirë gjunafe vëllezërit e mi? Gjunafet janë errësirë, zullumi është errësirë ditën e gjykimit. Prandaj njeriu përpiqet ta ruajë veten nga këto, sepse kjo do thotë ti je faqebar tek Allahu subhanahu wa taala. Mos kesh asnjë hak të papërmbushur ose ndonjë zullum që ke rënë në qafë të tjerëve. Pra e lut Allahun subhanahu wa taala që të gjitha këto ti fshij dhe ti largoj. Dhe në fund, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, jep këtë mbyllje të fortë dhe të fuqishme, innaka anta allamul ghuyub. Vërtet ti je i gjithë dituri për të fshehtat. I di të gjitha të fshehtat. Kjo është mbyllja më e bukur e duas. Allah subhanahu wa taala e di atë që kemi bërë, atë që fshehim, atë që mendojmë dhe atë që do të na ndodhë. Kur besimtari e kupton këtë, zemra tij qetësohet. Ai nuk ka nevojë të shpjegojë Allahut dhimbjet subhanahu wa taala, frikrat apo nevojat e tij, sepse Allahu është allamul ghuyub, i di gjithë të fshehtat. Pra, mjafton që ti drejtohesh Allahut subhanahu wa taala, ti shpresh për ulësinë tënde, nevojën tënde dhe t'ia lësh në dorë atij që të zgjedh për ty. Kjo tregon mbështetjen e plotë të zemrës tek Allahu subhanahu wa taala. Pjesë e adhurimit. Ne edhe në namaz, në çdo namaz që adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, çfarë themi? Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë o Zot. Wa iyyaka nasta'in, dhe ty të mbështetemi. Kjo iyyaka nasta'in, vetëm ty të mbështetemi do thotë un kam hequr dorë nga forcat e mia. Bëj maksimumin që kam mundësi, por nuk kam forcë. Të gjitha kam lënë në dorën tënde o Zot. Pra kjo është pjesë e adhurimit të domosdoshëm që do ta bëjë njeriu. Lënien e çështjeve tua në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Kjo na nxit ta dorëzojmë plotësisht çështjen tek Allahu subhanahu wa taala, në bindjen se ai e di më mirë se çfarë na sjell dobi dhe çfarë na dëmton. Të gjitha kërkesat e kësaj lutjeje, po të mendojmë pak, qëndrueshmëria, vazhdimësimi në rrugën e drejtë, udhëzimi, falënderimi, adhurimi i bukur për Allahun subhanahu wa taala, zemra e shëndetshme, gjuha që flet vetëm të vërtetën, kërkimi i së mirës, mbrojtja nga e keqja dhe falja e gjunafeve, mbështeten mbi këtë të vërtetë madhështore. Allahu është njohuesi i të gjithave, i çdo të fshehtë. Prandaj besimtari nuk lutet me dyshim, por me bindje të plotë duke lënë rezultatin urtësisë së Allahut subhanahu wa taala. Nëse shohim tërësinë e kësaj duaje, ajo përmbledh pothuajse gjithçka që i duhet besimtarit. A nuk i duhet besimtarit qëndrueshmëria dhe vazhdimësia në rrugën e drejtë? Ka nevojë për të, derisa ta gjejë vdekja si besimtar. Gjithashtu, vendosmëria, ambicia, vullneti për punë të mira, njeriu ka nevojë për të, dhe kjo është dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala. Njeriu gjithashtu ka nevojë të jetë mirënjohës për Zotin, që t'i shtohen të mira dhe t'i ruajnë ato që ka. Gjithashtu, kërkimi i çdo të mire, mbrojtja nga çdo e keqe, kërkimi i faljes për gjunafet dhe padrejtësitë, të gjitha këto janë nevoje domosdoshme se jeta jonë është e mbushur me gjunafe. Nuk ka njeri pa gjunafe. Pra, kemi nevojë për udhëtimin drejt Allahut, në udhëtimin drejt Allahut për këto çështje që asnjëherë mos i lëm pas dore. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam e quajti këtë se sa më të vlefshëm se floriri dhe argjendi që mbledhin njerëzit. Çfarë mund të vlej pasuria që ke në dorë, nëse nuk kujdesesh për këto çështje, për cilat ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Ti nuk je si gjithë të tjerët. Ka zgjedhur Allahu xheleshanu. Të ka zgjedhur që të udhëtosh drejt xhenetit. Ta ka mundsuar të falësh namaz, të lutesh bësh dua, ta përmendësh Allahun subhanahu wa taala. Kujton se kjo është nga forca jote. Nuk është nga forca jonë o vëllezërit e mi. Është dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala dhe duhet ta vlerësojmë. Dhe pjesë e vlerësimit është dhe kjo lutje e vazhdueshme. Mos ja ndash këtë lutje gjatë gjithë jetës me lenin Allahu subhanahu wa taala. Kush e ruan këtë dua e përsërit me vetdije dhe jeton sipas kuptimit të saj, ka grumbulluar një pasuri që nuk humbet kurrë në kurrës. Elus Allahu subhanahu wa taala të na bëjë të vazhdueshëm në punë të khairit. Së fundmi çomi salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.